çdo shtëpi o kon kazerë me UÇK-s. Se sot thuin jo Hoxhalor s'kan marrë pjesë, ka marrë pjesë, Hoxha koi mam, ka bon shumë, mas jasharve është familja Ramush Haradine. Le thot kush ka do. Për min 40 herë Hashim thotë që Rambuja që ta liderët e UÇK-s që ta kanë kalu kufinin kom, që njeri u pa liri, nuk ko as baba as non, as gu as thmi. Përshëndetje miq, faleminderit që po na ndeshni. Sot do dëgjojmë rrëfime e histori të rëndësishme nga njerëz të rëndësishëm të vendit tonë. Tema të cilat prekin ndërgjegjen tonë shqiptare, tema që prekin historinë dhe ndërgjegjen tonë si njerëz, si popull të këtij vendi që ka vuajtur ndër vite. E që kujtesa më e mirë për të mbajtur mend tërë historitë tona është të pyesim njerëzit që kanë përjetuar vitet e sfidës, vitet e tmerrit në vendin tonë në Kosovë. Sot jemi në Grykën e Llapushnikut. Gryka e Llapushnikut nuk është vetëm një vend në hartë, është histori, është rezistencë, është qendresë dhe është amanet. Sot me ne është një luftëtar dhe nuk është vetëm, është një familje e cila dha shumë për këtë vend. Dha kontribut të madh, mbështetje, u bë vend strehim për ushtarët e Ushtrisë Kombëtare të Kosovës, u bë vend strehim për shumë njerëz të këtij vendi. Ata pavarësisht sfidave që përjetuan, pavarësisht tmerrit që përjetuan, nuk u lëkondën në rrugët e lirisë. Me neve sot është Elmis Sopi, ish komandant i Ushtrisë Kombëtare të Kosovës, i cili nuk e jetoi luftën vetëm në front, por edhe në familje, në dhimbje dhe në krenari. Bas Elmi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit që ke shpreh vullnetin mu bashku me neve në televizionin e RTI-s me tregu të rinjeve tonë për historinë e popullit tonë e kush mundet me thonë ma mirë se jo që keni përjetu. Faleminderit për juve që keni gjetë kohë me ardhë, ju përshëndes. Kam kënaqësinë të paraqes vujtjet e popullit tim, bashkëfaqatorëve të me, familjes time. Po unë po ta qef për brezat e ri, më ju tregu se qysh në vitin 1968 kanë fillu demonstratat e para të studentëve, ku në ato demonstrata kanë marrë shumë student pjesë edhe popullata shqiptare, po është arrit flamuri kombëtar që sot valën në për shtëpitë tona, në për shtetin tonë, edhe është realizu Universiteti i Kosovës me demonstratat e 68-shit, ku në ato demonstrata është plagu Mereme Berisha, është motër e historianit Sahit Berisha. Sahitin e kanë burgos, a motra ju ka plagu dhe ka shku në spital. Në ato demonstrata është plagu edhe Syl Kastrati prej Kishnareke, baba i Ardean Kastratit, edhe ka mojt burg, e kjo është ajo që të shtyn me rrok pushkën, me liru këtë popull, këtë tokë. Demonstratat e 81-shit janë bon, edhe atë pak kushtetut që e patëm në vitin 1974, në 89-ën na u murë prej pushtuzve serb, me tonë kësa u murë. Pa diso argat që thëshin minër, me amen i di, thëshin kur gjë nuk prish punë marrja e kushtetutës, na prish i punë e na shkatroj. Në vitet 90 regjimi Serboslav i largoj shka ka punëtor shqiptar prej punë. Ku një për tyne jam kom edhe unë, kom punu në Ramisadik 14 vite. Na ka largu me varfnu, me e zunzu këtë popull. Nga daldole erdh puna, duhet më ju knu rahmet atyne që kanë fillu punën, për me bon rezistencë të armatosur. Kjo është familja Jashari me shokë, që kanë fillu rezistencën. E dini minër
Fillimi luftës në Likashan e Qirez, 28 shkurtin 98. Me 5 mars të jashartë. Filloj u zëru lufta, nuk u shduk lufta që shduk lufta e Shaban Pëlluzhës. Edhe s'ka guzu kush Shabanin me përmend pe i mas luftë. Pe i mas luftës fundit. Filloj lufta, u zëru lufta. Erdh mrënjtit e na me 9 maj u mbëll Gryka Lapushninku. Një arterje që ja kputi gjymtyrët Sërbis, arminkut tonë. Po ju tham, e pritën me dëshirën më të madhe krejt ky popull, këta bashkëfjatorët mitë, ardhen e uqëkës në Lapushnik. Ku një pej tyne jem këmë edhe unë. Do mi përman ata që nuk mas më po kusur se toni kësha përman, po së një majman. Unë Jahir Sopi Rasimi, Gzim Sopi 16 vjeqar, e ki Ramadan Goshin, e ki Rahim Thoqin, e ki Haradin Thoqin, e ki me Edi Thoqin që është plagu me 8 maj, është i plagëst, me 9 maj është i vrom Besim Halilaj, pe i forca serbe, që të të në Gryk. është ushtarët nuk mu jeton me t'i përman, po përmin i qenë janë të Lapushninkut, ushtarë që kanë marrë pjesë në luftimet jo me 9 maj, me 9 maj, o konë Guri, Plumi, Lumi edhe Qeliku 3. Këtu 4 nisi kanë marrë pjesë. Atë ditë është kollë Pizgaveri i forcave serbe që tu në Bladin, Nant. Për mu, ka qenë në punë e jashtëzakonshme kur i kum po forca serbe të ik, policinë dhe ushtrinë, Serboslavëve të ik, e kanë lënë Pizgaverin ju ka kollë aty, për mu ka qenë një befasi e mundë. Edhe e mur vesh populli që pas ka djem, që i dolin zët venit. Sa ditë zotë i Vacelmi? Dhe ishta atë ditë, kur e në ardhë ushtorë që tu, edhe e murën pikën, mësë jo kollë Pizgaveri, a zem sheqiri, një 50 copa vuë, e do keksa, e një manerk me tonë me lja u ka prunë ushtarëve. Dhe thëtë që gjitha sa në këputën pe s'holli, po zullumi pe strashi. Putët. E zullum që ka pos këj popull, është e vështirë një njëre që ko gjak shqiptari mos ta merr armën me luftu okupatorin, o ko e zërshme. Kjo më ka shtymë, po të thamë te në fund të luftës, jem konë, edhe vujtje sakrifica, po i kina harru shpejt. I kina harru shpejt, nuk i kina harru, atë nasha kina përjetu, si kina harru. Po i veç helmime të nëzënzve, në vitet 90, kur janë bon, për mu është konë. I kini përjetu Vacelmi ju këtu? A? Helmimin e nëzënzve? E kom përjetu krejt. Unë i kom po, kur kanë orë në Prishtinë, se unë jem konë punë halo, 90-ën. Po. Pa u largu pe i pune, i kom po e më doli u kina një muna, edhe polis shqiptarë kanë bojt, me kjerët policisë, pe i podujeve kur i kanë pro. Krejt i kom përjetu ato, i kom po edhe te spitalina për amballon ta, në Prishtinë krejt i kom përjetu ato. Demonstratat i kom përjetu gjitha. Një natë e kom bo në Burgun, në Prizren. Jem kom me 1 prill, më zunë me do shok mu edhe më qunë në Burg, në Prizren. Ardhë ke një Serb ju marrë ke jerë Teshav, se ke ju i një konë demonstrata, se ardhë ke Teshav era gas lëtë sjelës. Unë s'kom lonë demonstrat pa shku. Se e kom pas një shef, Tramisadikut, shefin e transportit, shok e kom pas, duhet mja përmane amnin ati, se më ka një mu edhe shokve. Veç e veç shumë akosës kena guzuna me përman demonstratin, po e veç shumë agim. Ako në kun dorë së mësët, se ke pu ko në filan ven. I thësh në ma e jep fletotimin për në filan ven.
duhet me respektu tash për atëherë. Ma ka thonë edhe ku o bon demonstrata, në Suharej kanë Ferizajan, po Dujiva, ku o bon demonstratën, ku morë pjesë me shokët me që i në konë 3, kur kanë duhet kjo në tellë të nishën në konë 30 vjeqorë. S'kena lonë demonstratë pa shku. Kam shokë që më kanë përkra, se në babën edhe mingjën në burg. Po mu më kanë përkra, se në tellë të nishën i kom posë edhe babën edhe mingjën në burg. O kom Bajram Gashi në burg. është dënuar me 15 vite burg. O kom Ismet Sopi, këta në një grupë janë kom, Ismet Sopi 14 vite burg. Alu Shtoqi 13 vite burg, Naim Bujupi 12 vite burg, Halil Kuliqi, Jo Brinjas 11 vite burg, baba jam Qerkin Sopi 8 vite, Nuhi Sopi Mingja 7 vite. Po unë duhet mi falendëru edhe shokët, se më kanë përkroh, se nuk o kon ka lajmë të përkroh në atë kohë, se na i na kon irrident. Irrident, ja u kena prish vllaznim bashkimin shumëve. Edhe në atë kohë. Baba jam o kon për 3 herën të edhe të njëshën i burgos. Tjetërën, mu ka burgos vllav, mu ka zonë ushtorë o kon, mu ka zonë gryken e Ramadanve në Banjës. E kanë qunë në burg, edhe ma kanë masakru në Dubrovë. Gruja jam ka dekë në Vasel, me 26 korrekt 98. Ka dekë. Kom posë sakrifica edhe unë, po dhe këj popull krejt. Po duhet me falenderu fshatin tim, në përgjithësi Lapushninkun, se çdo shtëpi o kon kazerë me uqykës. Nuk ka thonë një zbën me mhingë mërën. Çdo shtëpi e Lapushninkut ka qenë kazerë e uqykës. Na kanë mojt me bukë, me vesh më bote. Mos menoni se nuk o konë si sot me pos pasuri. Po. Krejt me t'i bon, nuk i ke pos 10 banjo në Lapushnik, në atë ku. Po të thëmë për 98-ën. Maqina lorë se s'ka pos gjithkush, po i kena bon mas lufte. E unë kom pos edhe 2-3 shpi që i na konë. Krejt robet jau kena lo ushtorve. Jau ka nëna jam, gruja jam, jau ka lidh vartë plagosnir në shpitem. Ka në orë për Shqipërije, në orë në shpitem, se në shpitem ka qenë shtobi i njësitit Celiku 3. Ata janë në orë janë parasit maspore aty. Me buk temën, me buk të thi popli, po i falenderoj. Tjetërën, ku e kam falenderimin matë modhin, në asnjë proces gjyqësor në tribunalin e Hogës, asnjë bashkëfator, asnjë i rrethinës nuk ka dalë dëshmitar i prokurorisë. Halal e qoftë. Për këto, unë edhe katuni jem faqebar. Sot në dëgjoj, po e tham edhe këto, Hisningu Coti mu ka plagu të guri Gradinës. Kur i shoh që i jep do intervista, shumë njerë komentus, i thuin, pa e dit, pa e njoft, pa e dit kusha, thuin se kjo plagu të ik. Nuk ka plagu të ik. Te guri Gradinës Lapushninkut është plagu Hisningu Coti. Në 12 metra me forcat serbe, të bon luft fetën fet. Edhe e ka tërhek sa fet Kastroti me skuadrën e vetë. Edhe tha, kur jam takuar me Hisningu Cotin, se ky ka rarëzu, se ja ka kput komën goti. Tha, merë dhe noti, që ashtu në qatë siklet, tha merë dhe noti, ma boni, tha predaj se shqiptare. Dërzov shqiptar. Po. Tha, nuk jam dërzov, po nga hen shpet, tha shuk të munën. E sot shkruajnë komente njerëz tonë, Hisninja o plagu të ik, se së kon luft. Hisninja o plagu të unë. Mu ka vrojnë një Aziz Zenuni, për të Gradinë e pak, djaliri në fakultetin e Meksis vitin e 3, ka ardhë për i Macedoninë. Ardhë me e armatosën ka ardhë. E kish pas një ranac po 30 kila bornan e zavoja, i ka pas një shpinë. Edhe e kom lutë se e kom pas agim Bujupin me në skuadër janë kom për njëm por. Tha shrim me këta djemt këtu, tha ju, tha në vis me shok, tha në vit por. 13 dit mu ka vrau. A vrau të ika, so vrau të ikaj, të bon luft.
për mu, o konsu kur më kanë vrojë një djallin jam e pas. Se unë e kom posë edhe në luft 43 vjetë. Po ata, se s'po muj me full, si student, edhe sëd, edhe për ta flasin keq. Tu ikë. Edhe ky ka pos fatin ka pështu, po në gazepo. Hisninja plagu të unë, aj mu ka vro. 5 i kam për një dit, të guri gradinës, të vro. E 6 plagusën. Po të thëmë, Halim Bajraktori, Hoxha kon. Se sot thuin, jo Hoxhalor s'kan morë pjesë, ka morë pjesë, Hoxha kon i mamë. Ma gjeni numër i madhe, Hoxhalorëve ka qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ka morë pjesë edhe mu ka vro në 12 metra me shkallë, të bon luft. Mu ka vro Ramadan Bityqi, i Gjurgjicë. Mu ka vro Mentor Morina, i Komoronit. Mu ka vro Mentor Goshi, i Lapushninkit edhe Islam Kastroti. Edhe 6 i kam qatë dit plagusën, që nuk ditë shna për fatin e tyne. Për 3 orë ka ndodhë krejt këtu, ajo luft që bo. Sot njerëz bojnë hajgore. Unë po të thamë, krenaria ma modhja është për mund edhe për bashkëluftarët e me, që 80.000 banor janë konë bjesht Berishas, asë një gru nuk ka e dhënume. Asë një gru s'ka po shka me sin. Asë një gru. Unë nuk ka mujtë pej goleshit, pej Slatinë, pej me aeroplona më ka gju kërë vroa e Labinët Berisha. Me aeroplona me minga në ka gju në Berish. Unë së një kumë në olë balonat. Normal. Po shko me sin nuk kanë po populota që janë konë 80.000 banorën këtu bjesh. Bacerme, këto rëfime që po i thu, këto hjekia, këto sfida, mbajnë me kuptu që na kemi qenë të shkelun, e kemi qenë të ndjekun, e kemi qenë në vendin tonë të luftu, prandaj janë detyru shqiptarët që me inicu ushtrinë shqiptarët të Kosovës për me mbrojt vendin. Po. Prandaj, në bazë tyne që po të regoni, shumë gjare tjera që ka ndodhë, kjo është ajo nisma që është dasht pa tjetër dikush me ngrit e me mbrojt këtë vend. Këto të regoni sa pasë është ushtria qërimtare Kosovës. Pavarësisht që po mënohen me thy, me mposht emrin e OQK-s, kjo s'ka mposht asë njerë. Së pak të ndejsa të ka njerëz që kanë përjetu e kanë me lanë gjurëm të kësaj historie, nuk mposhtet asë njerë. Une du më të thonë këto, lumi haj që ka roko armën, me shliru këtë vend dhe këtë popull. Një. E dyta, që kjo UQK-ja, me që ata krerë të UQK që i kam në hogë, mohen pa drejtësirë, për 78 dit ta ka komandu botën. Na është edhe ma shumë, po 70 dit kanë zotë bombardimet e natës. Tu i morë komandën prej Hashimit e Kadrise, Sali Veselit e Bislim Zeropit e që ty në komandontav. Këta i kanë komandu natën, 78 dit. O konë komandant UQK-ja e natës. Tjetërën, që kë Ramush Haradinaj, po mos ishte Ramushi me ushtarët e vetë, peja ka pos me kohë për nëgjysmu me qushe ki Mitrovicën. Po duhet me e falendëru dhe nuk ja din aj popull dhe e urejnë Ramush. I thot Budolla, i thot që ka mos e Ramush Haradinaj, me ushtarët e vetë ta ka shliru pejen. Peja o konë e ndome, unë e këto me ku morë vesh 99. Kujnë ja kish morë menja te i dulen ata diplomat e general, me thonë që Ramushi o konë i letë me cijen pe i vitev të 90. Kush kish besu? Asun, s'kisha besu. Ramushi kish pos rronit fell. I lumt ka dhonë shumë, ka bon shumë, mas jasharve është familja Ramush Haradinaj. Letët kush ka dun. Po, Zoti i paguft ata që kanë dhonë shumë, e din kë Sejdiu i Qirezit, a ke? 4 djemë. Po. Shka menën kë popull? Qysh me sa men, thot se këta hojnë a këta kështu, 4 djemë, i ke po ku fu mat nod, ti.
Shka me nën ky popull Feriz Halilaj i Tërdecit, 4 djem ju kanë vrarë në luftë. Më ka thonë, kur jam taku me të Andranas, o Elmesopi, tha unë me koli bëj Bajram, se s'kam mu me ko. Unë e kom punu edhe në Misadik me ta, një njoft me ta. Për mu, ka qenë e vështirë. Kicina, edhe këta 4 vllazë nën, Florim Kicinës, vrarë në luftë. Shtirë. Shumë e rëndë. Unë një vllau e kam vrarë. Në 2 më kanë dekë mas lufte, po tonë matrise unë. Gruja më ka dekë në luftë. Po për mu, ato janë krejt pasojat luftës. Ma e menë që ka për tëmë. Krejt pasojat luftës, vdekja e ty në ma e hershme. Unë kom përjetu shumë, sakrifica kom përjetu shkabës. Po, mu dërzu nuk e kam plan, edhe me full realitetin çdo herë. Shqyqyr që të kemë, Bacelmi. Shqyqyr që kemë njërë si kur ti. Bacelmi, jo vishë tregut me herët se familja jote, po dhe shumë familje tjera, e kanë ndihmu si ushtarët, sikur si e tregut rastin e ati zotris që i ka dërgu vezë e qëmsht ushtarëve. Pra, jo vetëm djemë të ri që janë vesh, e janë armatos, e kanë luftu, po prej fëmijëve dhe të plaku, krejt e kanë ndihmu këtë UÇK-n. Krejt. Ata është thëmë. Me fillimin, kur është morë pika këtu, me 9 maj, mo kom shkau për temen 26 korrik, së në ka depërtu kësajt. Temen që ishte sotin. Se me 26 në këna bon luft gjithë ditën. Plët 36 orë bon luft që tu. Jo 16 orë, 6 orë, 36 orë. Me 29 maj, ma herët, kur kanë me të në katë Milan, ata që i kanë përjetu e din, që kë Fatmir Linjma, Ismet Jashori Kumanova, Haxhi Tupi, që në Burg, edhe shumë ushtorë, Ferhat Shola, kanë shku ju kanë afru në 200 metra të ka se metën lëtë se lagështi, me 29 maj o konë kja. Janë shku qita, unë jem konë, me Hashim Thoqin, me Rambujen, me Jakub Krasniqin, me Ferhat Sholen, me Sokol Krasniqin, me Bajram Thoqin, me Muhamet Goshin, dëshmor. Jam konë që të në vine por në Lapushnik, me 25-26 korrekt në 88, sa dit, me Fehmi Ladrucin, me Abedin Sogojevën, me atë Hitlerin, që adi jamnin, është Mitrovici, Polocit, tonë po në Mitrovici e tënë, veç Hitler se jamnin që adi, me që ta tonë jem kone që tu, bashkë në luft. Thuj njerë që ka një kjo ka nejtë në Shqipnin, nuk ka nejtë në Shqipnin, kanë bon luft barabart me mu, asë njës ka nejtë në Shqipnin. Po unë e di që dikush ka me thonë rënë, se dikush ka me, po unë i kom përjetu gjitha këtu. Atu ka plagu Rambuja, atu e kalu kufinin, nuk ka ordaj me aeroplan në Slatin, po atu e kalu kufinin. Për min 40 herë, Hashim thotë që Rambuja që ta lider të UÇK-s që ta kanë kalu kufinin kom. Duke bajt armatim? Apo? Duke bajt armatim. Jo bocët, po i kanë harru këtu, mu më vjen turp, e lexova vaporës, në ushtar i Shqipëris, ushtar i UÇK-s në Shqipëri, i kesh 2 dur të këpët na me 11 qërshor, 99. 2 dur të ish pa dur, ish dojnë qështu, edhe tha e ko kategorinë e veteronit, apo invalid lufte nuk ka. E për proteza tha me komëm një mund, qështu, kish shkru një femën për ta. E une e po shaton edhe mu merdhë shumë e ronë, pëse mos me ko invalidaj. Tha e ko kartelën e veteronit, tha po invalid nuk ka. A i 2 duhet të këpët, tha menim dhe i 2 dit pa ushiru. Kosova. Ajo është, po këta i kanë përbuz, edhe nuk duhet, unë duhet me full, se atë qeverit tjera nuk kanë bon shumë, po sa do pak i kina pos do beneficione. Ke shku në spital se ke pagu parkingin, ke shku në aeroport se ke pagu, tash ti kanë bon me këtu. Tash kanë bon me pare? Tash sta vet, shka jejas, të kijas, do të me pagu këtë shkaj. Bacelmi, so po respektohet statusi i veteranve ushtarëve? Së për respektohet heq. Pse po ndodhë kjo? Pse po ndodhë, se mas pore qeveria nuk dënë, qeveria nuk dënë, a i thot vetë,
unë e kom përcjell televizorin, BBC-je, ato emisionet që si dijon në banesë, kur a bon lufta këtu. Boce unë e një Albinin. Unë e kom morë pjesë kur e ka organizu këta drejton lojë si Albin Kurti, këta me një tetor, një Protesta apo? Protest kur kena organizu para lufte, 97-ën. Unë jem konë protest, në Velenin. Jem konë me një qik togjës, ajo doktor Rejsët, me 2 qika togjës edhe me një Mikesh. Ajo Mikesh a unë Austri. Edhe po thom, hajtë thash, po ju thom, jep një selam të mojt. Edhe i kum po aty kur atraktorin që e patën për gjokë, unë jem konë që aty. Në protest jem konë. Albini thëj ke unë gjë se së mundësin. Vë thash ekni se kanë me unë se me u bon lëmë. E ka një, ka atraktorin e patën për gjokë. E shuj, sëd, a i ka bon vujtje, po jo, veç një, bënë. Albin Kurti kur lirohet edhe jepat intervist. Sot mos fokusohi në lirimin tim. Po, fokusohi tha në pasojat e lirimit tim. E që tu e në pasojat e lirimit ti. Unë nuk du me folë, se unë jem dollë të biblioteka protesta e por kër o bon, unë jem konë të më këtë. Për minjë 60 shukët me ti ku morë dhe kina dollë në protest, të biblioteka ku ajo kisha e shkiva të. Që aty jem dollë, protestën e por. Kër ja kum po sënimet e ti që i ko, moj, kum son shukë, gënës dalë. E kina morë roba civile me vetën kjerë, e na shkupeja dhe mja shore që jem qujem shku aty në protest. Po kër ja kum po sënimet e ti që nuk është kë, të bon sanë për popullas, për të shtinjë për qomje, vlavën me vlojë, edhe gesti ka prish nër vetë. Edhe gest, nga një gecin e Fadele Halile, se rininja nuk i din këto vujtje që i përmena unë. Leta morën, leta gjojnë, se tash interneti punën, leta gjojnë vëç helmimin e moshatorëve tyne që ju kanë bon. Edhe sot ko njerëz me pasoja pe ati helmimi. Nuk i ka helmu ato as azëm vlosi, as një komunist. Serbet i kanë helmu. Serbet ti kanë helmu. Edhe leti shohin të e rej 10 policë para grondit, e kohat videon? Jo, e kohat përmëndurën, që jo a e ullë. 10 policë të e rej. Unë për të thamë jem konë demonstrota pejt 81 shës unë këmur pjesë regullisht. Në 89-ën e, kur e kom protest gjithë populore, mos me na morë kushtetutën, këta ja dalke, Syrja Popuci, Hazir Sosuri, edhe kur tesh Salihu. Edhe thëshin, nuk prish sanë morja kushtetutë, edhe tha me teka, këta trenë ku, që kanë dollë, kanë mojtë mledhëna për shkolla, na për popull, në televizion, na nuk po hupëm, kur gjë me morja në kushtetutë, që s'po hupëm, do të mja u përmana amna. Edhe në 98-ën, po ta përmani edhe do amna. Edhe këto s'do të mi hekë. Hajdar Mustafa, milic i Serbis, në Komaran kom pos mu taku se ma murën i vlojnë burg, ju këto që jo vrojnë, një tjetër. Kom pos mu taku me Hajdar Mustafa në Komaran me më kalzu ku e kanë që vlavën. Edhe rrethorës 11 e dishkaku, tha su në posh me ta. I po unë të e për cilë, ka po më shkën. Se s'do ishte me më po krejt popli me milicin. Se milici Sërbis ish aji. Së da i shetman, patriot bëhet. Hajdar Mustafa i Medvegjës, jeton fush Kosovë. Po ka ik, ka shku në Amerika, ku unë se din për ndemo, a i ka ngoha dit barabar me shki, me shku me luftu në Likashan e Qerez. Po ta thot bo, që unë im konë të e për cilë, me më tregu për vlavë. Në estret të në kom shku në Lipjan, me shku me mund vesh për vlau në e kam në burg, kur e më shku mund ka pështu një Dan Haloqi. Aj bizismen, e të e njohët policia, mund ka nëllë, unë jam kom me dhëtë të zaktmet, më ka nëllë mund. Unë këtu i kom dhonë dhe në hogë, që është kom pështu. Më ka nëllë, edhe sa ti, unë jam kom banori i Prizrenit, 579-ës, se atje kom punu. Edhe po më thonë mund, sa se vend banimi la pushnek blogës, sa dil t'i jashtë, edhe më ka ndollë
3 polic edhe një civil marshin pyetje. Më ka po ajdoni e ka po atë të zokin tem, djallin e tezës, thot edhe ënol. Kur ënol, tash i ka thonë polici që he pat kaloshin mu, e kthej tha danun, që aty mja dit emni, tha hec, tha se po të kurrë edhe ty. Mund të mbojt ata në kom aty, të morën pyetje. Edhe po ma bën ai që më pyet ke mund civil, tha, a e një donina, atër s'ka pos telefona. Tha, po mërë shok e kam. Tha, tha, që shdin ata me shohë me fy, tha, ti e krejt shqiptorët edhe Ibrahim Rugova. Tha, shkojnë në ratë sonët. Edhe hejtë sa unë pështuva. Aty këm thonë vetës që unë më shku për zgatë asfaltit, ja, kjo konë një morsi. Aty këm thonë, tha, edhe më vetë kja e ke po, tha, shka o bon. Edhe unë pak i parrum, tha, shpun e këm po mirë, tha, shpun vishë për mes televizionit, tha, jo, tha, ti i terrorist, ti djena ke vrau atje, sot ja orë lypjan. Deshtën më vrau. Po pështuva dhe aty, tani këm thonë vetit që morë asfaltin vishë me tropuse, që më dollë mo, te jo marë matusë. Bacelmi, na shqiptarët e pas luftës, a kemi fillu si pas teje me arru pak historinë tonë, dhimbje tona që këne përjetu? Po e ata njerëz të shkolluar kanë thonë njeri o që e harron historien i përsëritët. Unë e kishna një mesazh që me konë bashkum, e mja ditë këtu holle këtu vujtje se porja dhe pasuria nuk kanë gjithçka. Unë e kom përdorë edhe një emision, që njeri u pa liri, nuk ko as bob, as non, as gru, as thmin. S'ko kur gjë. A i lam me shapatun pasunin, edhe dulum në malë. Dikush shkojnë blos, dikush në Qegran, dikush në Perëndime, dikush në Shqipni. Duhet me e falendëru edhe nënën Shqipni, në atë fukarallakun e vetë që në ka pranun, edhe në ka mojt, qysh ma bukur. Me armatim jena furnizu e sot në flosëm keq edhe për Shqipërinë. Po na jemi qasi kur kina full keq për Adem Demonqin, 28 vjetë në burg edhe i kanë thonë të bashkë. O e konë i letë me ubën. Na jemi qasi fare flisht. E nguva porës, një vudi Gjemshiti, aj i butë sëdish. Tash të u munu, edhe sëd të u munu, kundër Hashim Thoqit, edhe sët për thëmë. Me shumë shuk, i shkon i lidhët me këtë Faiki Merin, i lidhët, e me Nazim Blosën e me qësi. Nazim Blosa, bashkëpunëtur i Serbisë. Faiki Meri, bashkëpunëtur i Serbijës, të rajam punoj si cijas, e ka bon dokumente false e shka, e ki qështu ma zama keq, e tash edhe që kysh. Po unë e lexova porës, tha, tu munu edhe sët me bon shpekulim me kundër Hashimit e krerëve të uqëkës. Për mu, unë e kam vis një mesazh që mu bashku këtë popull me e ditë, si na nuk kem armiq në zveti. Leni partit, se partia nuk të sjell. Apo ndikon partia që më përqesh edhe më përull emni Jushtisë Ndorët Kosovës? Partia. Pra politika është një pjesë. Unë nuk jam shumë rjedha, po kam bëll, djeni. Maspori, Lydëkëja ka qu dosje. Jam. Në tribunalin e Hogës. Tjetrën, ka qu dosje e bia herojt kumbit, dënin ka gërvolla. Ngam. Ajo ka pranu edhe vetë tonë media ka përmen. Jo, unë po flasë vitë që ka kanë pranu vetë. Po ajo vetë ka pranu publikisht. Edhe tonë letadin vetë. E nguva porës Adem Salihaj. I burgosën politik është i Ferizojt. Adem Salihaj e ka plagu vetë vetën, unë se kom plagu. Për me jalon shikut edhe uqëkës. I kishin shku dokumente pëse s'po të regon që e ke plagu vetë. Unë e pak e një Ademin, se një shumë,
Po e di që konë të Elthenishën në burg me Bob temin. E ajo është argati Udbës bocë. Unë e një Shabasylen. Shabasyla i kishkru, o konë burg, o konë dhe më nashte për qatë punë. Me rana me dalavere të thonë që shiku në ka plagu. E të thonë aji, Nazim Bloca, unë jam konë punëtori shikut. Nuk o konë kur rasi ditë punëtori shikut. Rajke edhe kë, që e burgosën qëtash që 2 muaj. Edhe kë, thoi kë, kom punu për shikun. S'pedi më hupi jam në ti. Kë ka punu për shi, unë e kom ngu vetë. Në Radio Lidhe gjatë luftës. Kur i ka arrestu njerës të magure. E ka arrestu Gjemajla Lëshonin, Agim Rustën edhe Hisni Morselin. Hisninjen e kanë mytë, e këta 2 kanë dorë për i burgit. Kjo është dek Gjemoni, mu vetë Gjemajla Lëshonin më ka thonë. Tha shkush ju zunin magure. Tha më ka zonë Fatmir Shehulli. Edhe unë e kom me një bashkëluftar të amin, e kom qu pe i zumit në 12 nënës. I kom thonë, a e një sërbishtën ti? Tha po. Tha më qu në gohe. Në 12 nënës e kom qu pe i zumit. Unë e Radio Lidhe në qutë. Se Radio Lidhe jam i zonë ke kanallet e tjereve në komunikim. Jatë policisë, që ishin me supin telefonatat, që janë me supin i ka zonë. Edhe të policisë, edhe ata në kanë përgju neve dhe në ata. Thamë, që në gohë, unë se kom ditë ku shatër, po mësi ka dollë Gjemajla Lëshonin pe i burgit, e kom vetë, tha Fatmir Shehulli. Edhe ja pa ta shkru një herë një koment. Thash pa vete Fatmir Shehullin, nuk unë një emision, e ja shkruva një koment. Thash vete Fatmir Shehullin, kur i zonë, pëse s'po kalzan që shë zonë ata terroristat në magure. Kjo konë 98-ën, kur kanë prunë për kulma, mas ofenzives shtatorit, kur i kanë prunë për kulma kamionat me lonë. Unë kam shku të në sëdlor, kur jam shku në sëdlor, ata jam taku me ta, tha shku për shkojnë, tha për shkujmë dika. I kom njoftën në tretë. Edhe Hesnin, edhe ata Gimin, edhe Gjemonin. Tha për shkujmë. Ata i zonë, ato e kanë mytë, këta 2 kanë pështu. E këto vujtje. Këta kanë bu në gëmë. Me 16 prill, mu ka vrau me dhe Suleman Betyqi. Ka shkër rruga për Malisheve, din lapidori ku. Shkolla që mbona me. Po, mu kanë vrau a ditë. Me humbjet cilat i ka posë Serbia. Në logjën e Betyqve dhe në logjë Gjamis. Nesërmën, me 17 prill, ka bu masakrën po Klek. Edhe i ka kollë kufumat në atë podrumin. Si hakmarrje për shkak të Si hakmarrje për humbjet që i ka po. Nuk o ngup edhe me atu masakra që i ka bu me 18 prill për 1400 forca vishë më ka orë në logjën e Sopël. Komsorike. Ti lom tupa ati në ka autoblinda proga. 400 forca. Unë i kom kërku haqjetupit, thamë unë kërkoj ndim se shumë forca më kanë orë. Edhe mja kanë mësyn gurit Gradinës. Edhe prej tërpeze, e në Kretë, e tëjtë në Saraleve, rrëth e rrëth brigoda ju në konë rrëtheku me ditë. Po e kanë posë përsynim me e zonë mojen e Gradinës, se mo të e në qovë dullës s'ke posë shka me lypë. A një friksu gjatë luftës që nuk përmonim ja dalë? Kur këni pasë jo dhe keni qenë të sfidu në mungesë të armatime? Po, në mungesë municionit kena posë. Sigurisht, a keni shpresu që ka me arrit fitorin, apo një friksu gjatë luftës që nuk do t'ja delni? Zdo djollë, zdo njeri që e ka forme, a e ka ditë që fitoria është e ju. Mu më ka thonë Fehmilla Druci, tha në Grëcë, me 27 korrekt. Dite hona, 98. I vro i mera Lushoni edhe Alizogaj. Jem taku edhe për veti, thash me gjithë gjeve në ku. Thash komandant adin në isan për brigodën 120, për nësitin Qeliku. Tha pu është vro, tha
i merë Alëshonit edhe u plagu ran Ali Zogaj. Ali Zogaj i Ladrocit, e ky i Komaronit. Muhamet Goshi në rrejt komandant Fehmins. Edhe u afru vanë, thash Muhamet, thash në ngushling me për i merë. Ai qa qofer dhe se kishnin që ka thonë për i merë. Shka bon dhe i dullën lëtë Muhamet. Nduke që së dhe shka. Thash të kovroj merë. Edhe po konë. Fehminja për thëtë, tha, o ti, Muhamet, sa e u njofshin qysh në Gjermani, tha më skoj. Krenaria ma mundja, tha, edhe lavdia ma mundja, tha, mu vro për këtë tukë, për këtë pupë. Tha, di je mirë. I shola, tha, më vjen deka si i merit. Edhe i ka orë Fehmins, se o konë burë Fehmin. Edhe tha, na po neve se, u thy gryka, u thy, na po neve, ishëm idhnun, ishëm bon na, që me këndek tonë, ma zi si shbo. Tha, rëni krenor, mos ju shok kështu, folni, keshni, boni laf, tha se, na që të beteje hupëm, po fitoria është e jona. Fehminja më ka thonë në bërë të Ramadan krasnin që të hamorin a kundë. A ndihesh me fat që ke taku Fehmiju në shumë luftëtarë tjerë? Po. Me Kumanovën, me Fehminjen, me Imerin, me Becirmehen, e kom po që të në lapushnek në luft, e shumë komandant tjerë. Ata kanë lanë, përveç gjurmëve historisë, kanë lanë edhe fjallë që edhe na gjeneratat e reja me i marë, si ku shembull. Pasi edhe me kësha dash me ta bo një pytje. Nëse sot ishtë sfidu prap vendi jonë, a keni të njëjtin motiv me mbrojt këtë vend që një pas për asaj kohë? Unë po të thamë, çdo herë, sa ta kam shpirtin, për atë dhej, që shka thonë Fehminja, nisi njëjtë mi pas së mlejme. Edhe nuk e dhimë edhe këti i popli, po kanë shtin hasmeri se kalon shumë njën pas tër njën pas shkav këtu bocet. Unë e kom ngu një protestus në Prishtinë, ku ke, nuk e di, tha, burra, tha, na 4 vllazën në ako, 2 në Amerikë, tha, 2 jemi në Perëndim, tha, nuk kena guxu, tha, me rru kormën, se s'na ka mojt, tha, po, Bili Kes nuk flas për këta. Këta janë ata që na kanë stiru. E ai është për çdo lavdot që e thot realitet. Realitetin është kjo. Baba jam o kon me grupin e Ismail Haradinit. Edhe Ismeti edhe Bajrami. E kon me grupin e Ismail Haradinit. E Ismail Haradini o kon burë dhe ka një veprimtar i hershëm për çështjen kombëtare. Që ky Nasimi o djali i tij. Edhe sot Nasimi të thuën ti je shpion, ti je kështu, ti ke punën për udbën. Çka më thon? Fatkeqësisht ne nuk mundna me ndalu njerëzit fjalët e tyre që flasin drejt ushtrisë shqiptare. Na jena në kundërshtim me armiqt e përbetun që kena serbt, e lere ma me dëgju fjalë prej njerëzve këtij vendi, kjo është shumë e vështirë, po nëroj që jo të njëjtin vullnet dhe motiv që keni pasur në mbrojtje këtë vend, nuk keni me lëkund pavarësisht fjalëve që nini për njerëzve. Kisha dashur me dëgju një mesazh për fund për të rit edhe për krejt ata që na dëgjojnë prej një komandanti sigurio. Unë mas pari bashkëluftarëve të mi. Mos fal një keq për shoqëshuin, se jeni të ushqy armingu. Unë e ndëgjoj edhe disa intervista shokëve të mi, disa komandantëve, për me ngrit vetën, mos e një lësa tjetën se së në ngrit, se njerëz të din të nasanët. Nuk mund unë me full për një komandant tu që kësë keq, gjaja me ngrit vetë vetën kur, vetëm puna jote të ngrit. Moral jëtë, nderi jëtë. Krenaria ma mundja, po thamë për mund, për shokët e me, është që mu ka dhonë mundësia. Shumë gjenerata kanë pos dëshirë me rrukormen, me bon luft kundër okupatorit, po su ka orë kushtet si kanë pos.
Unë duhet me falenderu Zotin që ma ka dhonë të mujshme me kon pjesë e kësaj gjenerate. Me rrok, armën, po këta nuk duhet me full keq për njëri tjetër. Edhe ky popull, kontributi yt, e dhoa sa e dhoa, nuk është të ta mohu askush kontributin, se leku i diasporës, buka këtij populli, edhe pushka e këtyne trinjmav ta kanë sjellë liri. Shumë e vërtetë. Nuk ka tjetër. Sot ti dil, jo e kanë vro për politik, nuk janë vro për politik. Udba edhe sot, shërbimet sekrete. Na atëherë kena pas ma pak, shërbimet sot i ki 50 i ki këtu. E keni dikmartin, kur thot, që ja kanë bon shërbimi sekret serb, me evro në Zvicër. A e keni këto? Se keni? Jo. Unë po të thamë se unë për qeli shumë. Për mi alon fojnë uqëkës, mos e ka bon atë padi në Këshillin e Evropës. Mos e ka qua dhe e ka miratu për që o formu gjykata speciale hapë. Shërbimi sekret serb ka bon planifikim me evro në Zvicër ato, e mi alon fojnë uqëkës. A i o deklaru vetë. Qështë? Paramendo. Vaselime, falemderit shumë. Zoti ju nderoft. Na jena me fat që kena njerëz si ju. Kena qenë me fat edhe në atë kohën e vështirësive tona, që kena pas njerëz që i kanë dalë zot këtij populli e këtij vendi, sikurse ju e shumë tjerë, shokët jujt e plot ushtarë tjerë. Falemderit që keni gjetë kohën më bashku në këtë intervistë, me tregu ngjarje rrëfime histori të këtij vendi e kësaj lufte së drejtë, që besoj që pavarësisht sa e di njerëzit, është e rëndësishme që shpesh më ja u rikujtu historinë dhe identitetin tonë shqiptar dhe kombëtar. Falemderit edhe pe juve që keni gjetë kohë, du me të thonë, në fund, ka njerëz që kanë me fol keq, kanë me thonë për ranë, po krejt këtu i ki sot në internet, gjitha qëtu municion. Jam pjesëmarrës pej 89-shës në demonstrata, as familja jam, e as bashkëfatorët këtu s'kanë pajtu me regimin Serboslav. Edhe babën, mingjen, Ismeti, thash, tonë burgusën politik, Lapushnin ku ka qenë halën syngë, që është dreninca për Serbin edhe Lapushnin ku ka qenë. Se këta janë 5 Lapushninkut. Edhe një nuk e përmena, Gjevat Brahim Goshi, i Lapushninkit. Torturat cilat i ka pas në 89-shën, a i ko 70 vjetë që i ka ndru jetë, ma i ri se unë një 2 vjetë atë rija. Pe torturav cilat i ka pas në 89-shën. Jak po të nkome një herë 2 e 3 edhe o dek jaroni. Në 89-shën i burgosën. Se mos me e përmen ato, është gabim i madh. E aj pe i torturav, sët nuk është. Edhe s'kalon as thmin, as kon. I ka 2 vllazën në Itali, po është pe i torturav. Atëherë edhe shqiptarë, se edhe shqiptarë që në konë, Gjak Pirsa. I ki shumë. Unë e ti di me emën, po s'po du me emën. Po ta përmena atë policin, me qëllim që ai mburët edhe krenohet, ai 98 me 28 shkur ka shku jaroni me luftu në Likashan e Qiret. Kondër popullit vetë. Po. Si të qoftë tani me në fund, falemderit edhe njerë Basilme, Zoti ju nderoft. Meq të dashur, falemderit që na ndoqët, ne dëgjuam rrëfime dhe histori të ndryshme nga një komandant i ushtrisë qërimtare të Kosovës. UÇK-ja ka dalur nga populli, prandaj ushtria qërimtare e Kosovës nuk mund të jetë kundër vetvetes, nuk mund të jetë kundër popullit. Kjo ka qenë luftë e pastër e cila u ngrit në këmbë për të mbështetur njerëzit e vet dhe tokën e vet. Prandaj ne nuk duhet të harrojmë luftën, nuk duhet të harrojmë historinë tonë, sepse atë e kemi identitet, amanet, ajo është historia jonë dhe është vendi jonë. Prandaj ju lutem, 3 javë tona, le t'ja përkujtojmë historinë tonë, le t'ja kujtojmë vendin tonë, sepse ne jemi shqiptar, autokton dhe kështu do vazhdojmë të mbesim. Mirëmbëjtshëm e shihemi herë tjetër.